Kryetari i Lipjanit, Imri Ahmeti, ka thënë se shumë shpejt do të rënohet objekti i vjetër në qendër të Lipjanit. Ai thekson se prona është e komunës dhe sa ajo shtëpi duhet të rënohet më së largu me 15 korrek, pasi që janë kryer të gjitha procedurat e shpronësimit. Do të vazhdojmë, gjithsesi do të vazhdojmë, objekti do të rënohet, sepse nuk mund të mesin gërmalla, të cilat paraqesin rrezik për jetën dhe të cilat janë në kundërshtim me planin aksionor të qytetit Lipjanit. Ligji për plotësimin dhe ndryshimin ligjit të shpronësimit. Neni 8 e saktëson që në momentin kur komuna merr vendim për shpronësim, mrena 30 dite, duhet gjykata me kthy përgjigje ndaj padive të palëve. Në rastin që nuk e kthen, automatikisht hyn fuqi vendimi i kryetarit të komunës. Por banorët të cilët nuk po pajtohen me shpronësimin dhe rënimin e objektit thonë se komuna pa dëgjim publik dhe pa i pyetur fare ka bërë vlerësimin e pronave të tyre. E puna xhiro llogarisë edhe këto i na habit krejtna banorët, se as kena nënshkru marrëveshje për konto, për praninë e shumës, as nuk kena pranuna për shpronësim, as kena si na kon, unë nuk jam kon dëgjim publik, vetë edhe ata banorë tjerë. As kena qelë konto, as nuk e di ku është taj vend ku mirën, por të në s'kom prenu, veç me shkrimi kanë qu, ka thonë 35.000 euro edhe me ripore të dilë. Fillimisht ne nuk kemi pyet fare për shpronësim, s'ka pas dëgjim publik me qytetar fare. Vendime e marrë për ta rënu, pa na pyet fare. Për xhirollogarinë është hera parë që mund dëgjoj. Xhirollogari personale nuk na kanë kërkuar për me na i bërë mjetet. Ne nuk jemi për asnjë mjetet kompenzimit qoftë me çmimet aktuale që po shkojnë tash. Ne jemi për restaurim ose ndërtim të lartë të objektit. Komuna nuk mund t'ja marrë detyrimisht e me zor kërkuj llogarinë bankare. I kanë pu vetë llogaritë bankare, përndryshe kërkosh as ty personalisht nuk mund ta marrë llogarinë tonë edhe me të qitë paret pa pensimin tonë, apo jo. Do të ja, absolutisht. Llogari as kemi qenë komuna. Jo, të lutem kanë qenë. Hini materialit shikoje kjo puna e debateve publike lidhur me shpronësimin e kësaj prone ka para 3-4 vite në kushtet sotit. Është normale që qytetarët kanë kërkesa reagime dhe kanë gjithë të drejtën që të përfillin legjislacionin në fuqi për t'u ankimuar për raste të tilla, ka thënë Ahmeti.